Vazhdojmë fillimisht që ta përgatisim brumin e kifleve. Në njën më të madhe dhe më të thellë, do të shtojmë një gotë 300 ml me qumësht, por ju lutem bëni kujdes, qumështi duhet të jetë i vakët. Tani tek qumështi do të shtojmë sheqer, sheqeri ndihmon që maja të aktivizohet më shpejt dhe më mirë, dhe në total do të shtojmë një lugë të mesme me sheqer. Pasi e shtojmë sheqerin, vazhdojmë që ta shtojmë majan e bukës. Maja buke do të përdorim 10 gram ose një lugë gjelle. Unë po përdor maja buke të thotë. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të shtoni 20 gram. Përzijmë mirë dhe lejojmë që maja të pushojë për 2-3 minuta. Tani vazhdojmë që brenda tek ina t'i shtojmë vezët. Në total do të përdorim 3 vezë. Por 2 dverdhat e vezës i largojmë anësh, këto na duhen në fund për t'i lyer kiflet, ndërsa tek brumi do të shtojmë një vezë të plotë dhe 2 dbardhat e vezës. Vazhdojmë që të shtojmë 100 ml ujë ose një gotë çaji, njëjtë edhe uji është i vakët. Një gotë çaji me vaj, 100 ml. Përsëri përzijmë mirë, derisa të gjithë përbërësit që i kemi shtuar brenda na lidhen dhe të na bëhen bashkë. Për t'i bërë këto kifle sa më të shkrifta, do të përdorim një truk të vjetër të cilën e bënte gjyshja ime. Ajo zakonisht në brumrat, që donte që t'i mbesin më të buta për një kohë më gjatë, shtonte pak uthull. Zakonisht uthullën e përdorte atë që përgatitte vetë në shtëpi, unë nuk kam nga ajo, por do t'a zëvendësoj me këtë lloj. Uthull, molle, nga sera. Në total do të shtojmë një lugë gjelle. Tani tek brumi do të shtojmë një lugë gjelle me uthull molle. Nuk do ta ndjeni fare aromën e uthullës pastaj, mos keni merak. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Siç ju them gjithmonë, kujdes me miellin, do t'ju them përsëri. Miellin e shtoni pak nga pak dhe duke kontrolluar. Në total do të na duhet dikon 900 deri në 1 kg miell për ta formuar brumin e këtyre kifleve, por do ta shtoni pak nga pak, ashtu është më mirë. Pasi e shtojmë një pjesë të miellit, tek këto kifle do të shtojmë edhe një pako pluhur për pjekje. Dhe mos harroni në fund të shtoni edhe një lugë gjysmë të mesme me kryp. Dhe vazhdojmë tani duke ngjeshur dhe duke formuar një brum mesatarisht të butë. Sa më gjatë i ngjeshni brumat, aq më të mira do t'ju bëhen. Unë do të vazhdoj një herë ta mbledh kështu, duke shtypur me dorë, pastaj do ta marr edhe në masën e punës, për ta ngjeshur dhe për ta punuar brumin mirë, për disa minuta, dhe duke shtuar miellin pak nga pak, sipas nevojës të brumit. Brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë për disa minuta, derisa është formuar një brum mesatarisht të butë dhe i lëmuar. Mua në total më deshëm 1 kg miell për ta formuar brumin e këtyre kifleve. Tani gjithçka që duhet bëjmë është që të presim që brumi dyfishohet për 1 orë në ambient dhome dhe të vazhdojmë ta punojmë. Do ta mbuloj me një peçetë të pastër kuzhine dhe këtë brum e le që të pushoj pak më gjatë. Në croissant, brumi duhet jetë i dyfishuar më mirë se sa kur përgatisim kifle ose simit të tjerë. Dhe të dashur miq, dikon pas 1 ore në ambient të dhome, brumi është aktivizuar mirë, është dyfishuar mirë, vazhdojmë e marrim në masën e punës dhe punojmë. Vazhdojmë tani që brumin ta ndajmë në 8 kuleç të barabarta. Njëherë do ta ndajmë në gjysë dhe nga secila të heqim 4 pjesë. Pasi sigurohemi që i kemi bërë gjitha të barabarta, vazhdojmë tani pa miell fare, nuk shtojmë miell dhe i lëmojmë që të gjitha kuleçt kështu me duar, derisa të na bëhen të rëmbullakta. Kur ti hollojmë kuleçt, duhet që të shtojmë pak miell, edhe poshtë avolinës punës, edhe pak sipër kulaçit, që mos na ngjitet
për shkopi dhe mos në ngjitet për tavoline. Vazhdojmë hapim një herë që të 8 petat në të njëjtën mënyrë. Pasi hapim të gjitha petat, kthehemi dhe e marrim petën e parë, cilën e kemi hapur, sepse ajo ka pushuar më së shumti. Për të lyer ndërmjet petat e croissantëve, unë do të përdor gjalp të pakripur. Mund të përdorni cilin do lloj që mund ta gjeni në marketet ose në dyqanet ku ju jetoni. Unë zakonisht e përdor këtë lloj dhe më besoni ndryshimin që e bën gjalpi nga margarina kur përgatitni croissant. Gjalpin e kam zbutur në ambient dhome për 2 deri në 3 orë, që të më bëhet më lehtë për të lyer pastaj petat. Nëse ju vjen më lehtë t'i bëni ato me duar, mundeni t'i bëni lirisht. Vazhdojmë kështu, duke i lyer me gjalp në mes dhe duke i renditur njëra mbi tjetrën që të 8 kuleçt të cilat i kemi përgatitur, por gjithmonë sigurohuni që pjesët e çosheve t'i kapni mirë me duar. Në këtë mënyrë do të bëni edhe rritjen e petës, edhe do t'i renditni. Vazhdojmë me gjalp. Dhe kështu duket peta, pasi i kemi renditur që të 8 kuleçt njëra mbi tjetrën dhe ndërmjet kam shtuar në total 250 gram gjalp. Tani vazhdojmë që të hapim edhe pak me ndihmën e shkopit. E hapim një petë të madhe, vazhdojmë dhe ta bëjmë tani prerjen e croissantëve. Pra në total, nga këto masa, do të fitoni 16 croissant. Vazhdojmë tani që të mbështjellim. Dhe tani vazhdojmë e bëjmë mbështjelljen klasike të croissantëve. Në njërën pjesë të qoshit, do të ndojmë kështu dhe unë nuk do t'i mbush para se t'i pjek. Mbushjen do t'a bëj pasi që t'pjekjen. Dhe pasi rendisim gjitha në tepsi, lejojmë që përsëri croissantët të aktivizohen dikun edhe për 20 deri në 25 minuta tjera. Ndërsa për t'i mbushur brenda croissantët, do të përdorim labne, por labne me shije të çokoladës nga marka Pënar. Mua më pëlqen t'i mbush me këtë mbushje sepse është edhe konsistenca më e trashë, ka edhe shije më të mirë. Por ju mund t'ju shtoni brenda Nutella, krem lejthie, marmalat, gjithçka sipas dëshirës dhe shijeve të juaja. 2 verdhat e vezës që larguam anësh që në fillim të videos, tani vazhdojmë dhe i përzijmë mirë, sepse na duhen për t'i lyer sipër kiflet. Dhe pasi kiflet janë aktivizuar mjaftueshëm, vazhdojmë tani që me të kuqet e vezës t'i lyejmë sipër lehtë, duke mos i shtypur. Tani i kemi gati për në furrë. Furra është e parangrohur mirë në 250 gradë, por në momentin që do t'i fusim brenda croissantët që t'pjekjen, do t'a ndalojmë zjarin në 200 gradë dhe do të vazhdojmë ashtu për 25 deri në 30 minuta. Dhe të dashur miq, kiflet janë gati, janë pjekur, veç se i kam larguar nga furra dhe me vërtet kanë dalë të mrekullueshme. Do të presim që të ftofen dikon për 5 deri në 10 minuta para se t'i mbushim. Dhe tani që janë ftofur pak, vazhdojmë që t'i mbushim. Kremin unë e kam shtuar kështu në një mbushës dhe do të vazhdoj që nga ana poshtë të bëj një vrim